Profesionistë të fushës së anestezisë nga Shqipëria dhe rajoni u mblodhën në ditën e anestezisë në Shkodër, me qëllim shkëmbimin e eksperiencave dhe përditësimin në zhvillimet më të fundit në fushën e mjekësisë. Roli anestezistit është rol kyç në operacion, por dhe në ndikje postoperatore të pacientëve. Dhe ne them me plot gojë që Shqipëria renditet pothuajse barabartë me të gjitha vendet evropiane për arsye se të gjitha medikamentet që sot përdoren në botë përdoren edhe në Shqipëri, edhe teknologjia përdoret sot në Evropë dhe në mbar botën përdoret edhe në vendin tonë. Edhe pse në raport me specialitetet e tjera, anestezia është një hap përpara, sërish ajo ka sfidat e saj. Kryesori është ajo e largimit të bluzave të bardha, pasi edhe në Europë ka një krizë për mjek anestezist. Anestezia është një shkencë multidisiplinare, ka të bëjë me reanimacionin, ka të bëjë me anestezinë, ka të bëjë me terapinë e dhimbjes, ka të bëjë me elemente të tjerë të rëndësishëm të jetës edhe të shëndetit të njeriut, dhe si e tillë padyshim ka nevojë për aktivitete të tilla të gjëra. Ka një deficit në vendet e Bashkimit Evropian dhe ka një tendencë për të tërhequr anestezistët nga Shqipëria. Ka kolegë anestezistë shqiptar mjaft të mirë që sot punojnë në klinika të vendeve të tjera, punojnë në Itali, punojnë në Gjermani, punojnë në Francë, gjë e cila realisht ka prekur deri në far pike potencialin e anestezisë tonë. Konsolidimi i këtij sektori në vendin tonë u realizua në fundin e viteve 70. Sot në këtë sektor numërohen rreth 200 mjek anestezistë dhe reanimator.